çmimit në treg, shteti nuk vendos asnjë dorë dhe nuk ka as edhe një projekt ligj. La qoftë në formulë italiane që të bëjë një rimbursim për gjithë pjesën, qoftë kur ka mbi prodhim, po qoftë edhe kur ka situata të tjera për të cilën. Se për tregje nuk bëhet fjalë që mund ta kemi si brend edhe që të jetë si brend. Dhe ministri tha, foli sigurisht sekretari i Bashkisë Beratit, tha ne kemi organizuar një panajir, tha, dhe do bëjmë një kështu projekt për ta bërë. Përse këta kanë 12 vjet në pushtet. Kur do presin që të bëjnë standardizimin e produkteve bujqësore të gjithë fermerët e Shqipërisë, po në veçantë edhe të qarkut Beratit. Qoftë vajt ullirit, qoftë figut, që është figu rashnikut, që është brend në Shqipëri, apo qoftë të produkteve të tjera bujqësore që prodhohen në këtë zonë, verën të regje. Pra, kanë ngelur në absolutisht, kanë ngelur në pjesën e propagandës, dhe do ta bëjmë këtë, bëjnë ato festat, dhe fermerët nuk prekin asnjë lloj mase apo asnjë lloj bonusi që qeveria ka për detyrë që ti dalin në mbrojtje dhe ti mbroj si fermer. E kuptoj. Që do të thotë është një konflikt ky me Ministrinë e Bujqësisë që do të vazhdoj. Ndërkohë, doktor, do po ta bëj këtë pyetje tani si doktor, ke një epikrizë aty që të shoh që e shoh që po ja hedh syt her pas here. Pse e ke marrë epikrizën me vete? Unë mbar shkas nga një qytetar i Beratit, i cili është paraqitur në orët e masditës pranë urgjencës Spitali Rajonal Berat me një smundje shumë të rëndë. Vite përpara kjo smundje ka detyruar që të heqë një veshk dhe aktualisht është vetëm me një veshk. Kjo veshk ka prodhuar një gur duke bllokuar kanalet e veshkës dhe duke bërë që gjithë urinat të qëndrojnë në veshk dhe ne në mjekësi i themi hidronefroz. Diagnoza që shkruajnë këta mjek është hidronefroz grada e 3. Akute. Akute është grada më e rëndë e dëmtimit të veshkës, si pasojë bllokimit të gurit. Ekzaminimi bazë laboratorik për të parë funksionin e veshkës janë disa elementë që quhet azotemia dhe kreatinimia, të cilat bëhen në çdo laborator që është bazë bazik. Në këtë pikërisht ka ardhur në qendrën spitalore universitare e Smuri, ka ardhur rreth orës 23:30 të mbrëmjes së djeshme. 3 mjekët e Spitalit Beratit shkruajnë që nuk realizohet dot në urgjencën e Spitalit Rajonal Berat as azotemia dhe as kreatinemia në urgjencë. Pas ka analiza. Pra nuk ka reagent për të bërë analiza. Po ta shikoni, është e shënuar këtu, nuk realizohet azotemia dhe kreatinemia në Spitalin Rajonal Berat. Kjo është e djeshmja. Kjo është e djeshmja. Data 23. Ministri i Shëndetësisë, me thënë drejtë, ishte në Spitalin e Beratit javën e parë dhe u tregua transparente me qytetarët. Nga Berati ajo deklaroi që mbas datës 20. Atë ku e bëri atë gafën. Ne nuk bëjmë analiza. Dërsa dje në interpelancë që kishte me grupin e deputetëve, midis gjithave të tjerave që nuk ta